Është mbajtur në kishën e Shën Thanasit në Korçë, seanca e tretë e himnit akathist. Kanë qenë të shumtë besimtarët që e kanë ndjekur këtë himn, i cili kushtohet së të rëshënjtës Virgjëreshës Mari. Himni akathist, kushtuar së të rëshënjtës Ylinces dhe gjithmonë Virgjëreshës Mari. Sot është stanza e tretë. Janë 4 stanza që bëjnë 4 të premte në periudhën e Kreshmës dhe pastaj të premten e 5 bëhet domethënë himni akathist i përgjithshëm. Është një nga himnet që se fillon në shekullin e 7 dhe që nga ajo kohë dhe deri më sot vazhdon në traditën e kishës son himni akathist. Himni akathist është një poem shumë e veçantë që i drejtohet zonjës Hylince me lavdërime, falënderime dhe me lutje. Poema shoqërohet me melodi të muzikës bizantine. Himni akathist përmban në formë poezie të gjitha mësimet e ortodoksisë për Krishtin, për ardhjen e tij në tokë si njeri, për rolin e Hylinces, për shpëtimin e njerëzimit, për pastërtinë dhe shenjtërinë e saj, por gjithashtu flet edhe për përpjekjen e njeriut për t'u bashkuar me Perëndin dhe për ndihmën që njeriu kërkon nga Zoti Krisht dhe të rëshënjta në këtë përpjekje.